nëse është mundur regjia listën e qarkut të Durrësit, përse kryetari i Partisë Socialiste zoti Rama, dhe jo vetëm ju dhe zonjën Milva Ekonomi, ju vendosi në listë mbyllur. Pra, jeni të sigurt se u a them gjithë unë, ka thënë një deputet që këta të listës mbyllur mjafton mos i shtyp makina dhe janë deputet, domethënë të rrinë me humor. Humor që ki zi, po... Në fakt, unë nuk do ta konsideroja kështu, sepse vërtet është një listë e mbyllur në cilën ti nuk e ke i vetmi stres që ty nuk të mundon gjatë kësaj periudhe, është vetëm stresi i votës personale. Që ti do jesh deputet? Ndërsa përgjegjësia, unë mendoj që është shumë herë më e madhe. Ju përmendët pozicionimin dhe vërtet për mua është nder shumë i madh. Tash nuk mund ta mohoj dot dhe të them pra pse vlerësoj zoti Rama? Unë mendoj që ka qenë një vlerësim maksimal i kryetarit partisë, i drejtueses politike, por mbi gjitha i të gjithë strukturave drejtuese të Partisë Socialiste. Sigurisht, strukturave. Sepse në fundit, nëse kjo gjë shkon në unison, nuk mund të jetë një gjë e shkëputur. Pra nëse merret një vendim të cilin e merr individualisht, po themi, vetëm kryetari i partisë, pa patur një mbështetje, jeni i sigurt që reagimi i bazës do jetë shumë negativ. Ky është një vlerësim i cili mua më vën në një pozitë pune, jo se nuk kam punuar në fushatat e tjera, po kjo është një përgjegjësi shumë herë më e madhe. Aq më tepër në këtë fushat, që ju e dini që është një fushat krejt tjetër. Ne e kemi filluar që në nëntor, dhe ju e dini mirë që është punuar fuqimishëm këtë herë për të patur një mbështetje. Kërkoj dijes për fushatës, do të pyes, po për listën, më bëjë të lutem një vlerësim për secilin. Tani, ju tha që ishte e gjitha, po themi, ishte e gjithanshme ose përgjithësuese emri juaj dhe unë besoj këtë gjë, por gjithsesi është një vlerësim që ka bërë kryetari Rama. Do të thoja që lista e qarkut të Durrësit është një listë shumë mirë e menduar dhe është shumë e mirë, shumë e përfaqësuar, duke bërë një ndarje edhe të territorit, pra të gjithë qarkut të Durrësit. Ju keni zonë veçantë? Duke patur patjetër, unë së bashku me kolegun Kume, i cili është dhe mjek, stomatolog, po, kemi të gjithë qytetin e Durrësit, të 6 rajonet që ka Durrësi, i kemi bashk, është bërë një ndarje, zonja Ekonomi do t'jetë në Kruj, pra në bashkinë e Krujës. Ka lidhje zonja Ekonomi me Krujën? Po patjetër, ka qenë deputete në atë zonë. Jo, flas vetë kështu, gjirë kështu? Tash ajo ka përfaqësuar atë zonë dhe ka punuar shumë vite në atë zonë dhe vazhdon të mbuloj zonën dhe besoj që do jetë një rezultat shumë i mirë në bashkinë e Krujës. Pastaj kemi sipërmarrësin zotin Skënder Pashaj, i cili mbulon një zonën e Shijakut, por jo vetëm. Çfarë përfaqëson? Se ti marrë me radhë, Milva Ekonomi nuk ka nevojë, po është një zonjë ndëruar, është një zonë ndëruar që është ndoshta nga mikeshat dhe koleget më të mira që unë kam patur në parlament, një bashkëpunuse, ministre, e shkëlqyer, i kam patur të gjitha se si duhet jetë një zonjë politik. Dhe ka dhënë një kontribut shumë të mirë në të gjitha fushat në cilat ajo i ka drejtuar. Edhe në parlament ne kemi qenë bashk dhe jemi bashk në disa komisione, dhe bashkëpunimi ynë ka treguar që kur bëhemi vërtet, kur bëhen dy mendje dhe sidomos një mendje aq e zgjuar dhe me aq shumë bagazh sa ka zonja Ekonomi, të ndihmon shumë në çdo fushë. Por edhe ajo ka një vlerësim shumë të mirë për ju, maksimal për ju. Faleminderit. Lojër Kume, çfarë ju thot mjek? Lojëri është jo vetëm një profesionist shumë i mirë, stomatolog shumë i mirë në qytetin tonë. Nga Durrësi. Por Lojëri është dhe një shkrimtar i cili ka marrë dhe titullin Ismail Kadare, pra shkruan shumë bukur, çmimin Ismail Kadare, dhe mbi të gjitha Lojëri në ndër vite, duke qenë një prej qytetarëve durrësak që ka mbajtur gjithmonë një qëndrim kritik për të patur qyteti i Durrësit një zhvillim sa më të mirë, ka qenë nga ato figura që është vlerësuar shumë, jo vetëm nga partia, por edhe nga drejtuesja e bashkisë, pra nga zonja Sako, e cila e ka vlerësuar gjithmonë mendimet kritike të tij
Dhe ka qenë kritik ndaj zonjës Sako. Patjetër. Kritik ndaj gjërave të mira për Po qytetin. zoti Kume ka qenë në strukturat e PS-s apo tani bësh për Zoti Kume nuk ka qenë asnjëherë në strukturën. Fare. Kjo është tamam new entry. Kështu që unë besoj që ne me këtë listë përfaqësojmë një grup shumë të mirë intelektual. Shumë simpatike kjo gjë. Pëlqen shumë kjo. Skënder Pashaj është një ndër sipërmarrësit më të mirë të zonës, biznesmen, i cili ka dhënë ka qenë sipërmarrës në një nga fasonerit e zonës pranë Shijakut dhe ka patur një sukses shumë të mirë në fushën e tij. Aurora Mara? Aurora ju e dini që është deputete aktuale dhe padyshim që është një mbështetje për të gjithë. Është i vlerësim për të, fakti që është përsëri në listë të sigurt. Është në listë të sigurt, ndërsa lista e hapur, siç e shikoni ju, ka pothuajse 90% të deputetëve aktual, të cilët besoj që ju i njihni. Disa me thënë drejtën zonja Spaju, më vjen keq ta them edhe si një. Jo të gjithë listën. Ja, listën do t'ja marrë unë me radhë shkurtimisht. Etleva Budini është një nga aktivistet më të mirat Partisë Socialiste, është drejtuese e forumit të gruas të Partisë Socialiste, është drejtuese e institucionit të degës së postës në Durrës, pra ka patur një funksion në drejtimin lokal, por aktiv, domethënë. Funksion në drejtimin e forumit të gruas shumë të mirë dhe një aktivizim shumë të mirë në Partinë Socialiste, duke qenë dhe koordinatore. Shumë pak janë koordinatore në parti, Etleva është një nga koordinatore tona. Entela përfaqëson përsëri vjen nga fusha e mjekësisë, është stomatologe në qytetin e Durrësit. Paske të hequr aty, Klodi. Është në origjinë. Jo, nuk është gjë e keqe, është gjë e mirë. Është gjë shumë e mirë dhe unë mjekët në parlament. Unë ndjehem krenare. Elise ju një mjek, nuk e keni nga shumë qef atje në parlament, po. Unë ndjehem shumë mirë që vajzat dhe gratë janë përfaqësuar më shumë se sa 50% edhe në listë mbyllur edhe në listë hapur. Po shikoj që shumë vajza paske, Klodi, dhe mjek dhe vajza i paske të rejqur aty. Kjo tregon që ka patur një vizion krejt ndryshe, jo vetëm të kryetarit partisë, të zotit Rama, por edhe të drejtueses politike, por edhe të strukturave drejtuese. Do të pyes për drejtuesen politike. Tani Entela është mjek e ku? Përfshirë dhe kryetarin e partisë. Entela është stomatologe. Dhe njëkohësisht është me origjinë librane dhe përfaqëson një komunitet shumë të mirë në Durrës. Janë një familje shumë e nderuar dhe respektuar. Gjyshi i Entelës ka qenë veteran, pra janë nga familjet më të nderuara. Kanë shumë vite, prej shumë vitesh, pra, ta angazhuar me strukturat e PS-s? Entela nuk ka qenë e angazhuar, pra, edhe Entela është nga fusha e vetë që përfshihet për të dhënë kontributin. Ani Dyrmishi është drejtues i Këshillit Bashkiak në Bashkinë e Durrësit, ka mbajtur poste drejtuese të rëndësishme në qytetin tonë, ka drejtuar Fondin e Sigurimeve Shëndetësore, drejton Spitalin e Durrësit, një djalë që është me ambicie. Drejton Spitalin, edhe ai mjek? Jo, Ani është jurist, ka dhënë kontribut të shquar. Ka drejtuar Spitalin, se sigurisht, s'është e thënë që t'jetë mjek. Jo, është jurist, ka dhënë dhe jep kontribut në parti duke qenë prej shumë vitesh koordinator në një zonë të rëndësishme të Durrësit. Edvin Prençen besoj që ju e njihni, unë e njoh nga parlamenti se aty ka ardhur gjithmonë duke përfaqësuar shoqatën e fasonëve. Është me origjinë nga Durrësi dhe vërtet përfaqëson një kategori të rëndësishme, sepse ju e dini mirë se sa ka kontribuar fasoneria ndër vite, ndoshta nuk është më në kulmin e saj tani sepse drejtimin e ka marrë turizmi, por do të thoja që Edvini ka qenë edhe Edvini gjithmonë kritik, se unë tani i kujtoj nga parlamenti. I pasin të reqë ta kritikët. Po, ka ardhë dhe gjithmonë ka qenë në mbrojtje të fasonëve dhe në mbrojtje të gjithë kategorisë ti. Zotin Rushi besoj që e njihni sepse ka vite që jep kontribut, ka qenë nga kontributorët kryesor në parti, ndërsa Jona ka një veçanti. Jona është një vajzë e re, nën, do të thoya, ka një fëmijë të vogël, është arkitekte. Arkitekte në Durrës. Arkitekte në Durrës dhe vjen nga deputeti që duam, ka aplikuar aty, ka qenë pjesë e akademisë politike.
Patjetër, përderisa është Jo, kandidat fitoj për atje, deputete. pse mund mos ishe fitues aty, po thjesht. Ne kemi patur një numër shumë të madh të kandidatëve në Sa? Më duket që kanë qenë 20 e sa. Dhe që sa kanë fituan? kandidatuar. Ose Po sa këtu në pushim? listë, këtu në listë janë 2. A dy, Jona dhe pushim? Është dhe Lojeri, se dhe Lojeri ne kemi patur në Lojeri në Lojeri është pjesë ka qenë kandidat në deputeti. Po mi, pse Lojeri në listë të mbyllur i sigurt dhe Jona? Tani unë them që kjo ndarja është pak, nuk është ndonjë ndarje, sepse unë ju thash që ne jemi një lloj në fushë. Vetmi ndryshim është që Jona do kërkoj vota për Jonën përveç se për Partinë Socialiste. Por hapja e Partisë Socialiste për mua këtë herë ka patur një vlerë të jashtëzakonshme. Ja ti ta mbarojmë. Dorina përfaqëson, është drejtore arsimore në Kruj dhe përfaqëson Krujën. Është nga ajo zonë, nga Laçi, nga Dorina kontribut në Partinë Socialiste të Krujës, edhe Dorina një vajzë e re dhe besoj që kjo qasje e tillë duke futur edhe vajza dhe gra të reja në listën e partisë është po. Indri Gjoka gjithashtu është në Bashkinë e Durrësit, koordinator prej shumë vitesh, përfaqësues që në Fresh, pra unë e mbaj mend Indritin se edhe unë pora 16 vjet aty te partia, se Indritin që të vogël që ka marrë pjesë. Po, kemi harruar që thoshim Klodiana Spaju është e re në politikë. Se themi do të më. Erioni përfaqëson Erion Gjili përfaqëson Sukthin, është një nga përfaqësuesit më të mirë edhe si koordinator në Sukth, drejton Partinë e Sukthit, por mbi të gjitha përfaqëson komunitetin Dibran, pra jemi munduar që të gjitha komunitetet duke patur një numër edhe të lartë, sidomos në Sukth, jemi munduar që t'i përfaqësojmë. Erioni është shumë i ri, edhe në moshë, po edhe si sa vjeç është? Erioni 30 sa vjeç, kështu që Gentian Hila. Gent Hila është përsëri Genti përfaqëson Krujën, vjen nga Akademia e Rendit, pra nga Akademia e Policisë, përfaqëson Krujën dhe ka një kontribut të shkëlqyer edhe Genti në Bashkinë e Krujës. Arkend Balla? Arkendin ju e njihni, është deputeti aktual. Arkendi ka dhënë kontribut në parti, jo vetëm si deputet, po përpara ka qenë koordinator, kështu që kontributi është për shumë vitesh në parti. Nuk është një figur që të ketë bërë kështu wow, po duhet të jetë pjesa underground, po themi. Patjetër që ka dhënë kontribut, sepse ka qenë, ne kemi patur, ka qenë në Universitetin e Durrësit më përpara dhe ka dhënë kontribut aty, ndërsa në parlament është një nga kolegët e nderuar dhe korrekt. Albanin besoj që ju e njihni edhe si deputet të këtij mandati. Albani është nga profesionistët më të mirë të fushës së vet në kontabilitet, është një njeri ekonomist mjaft i zoti, por është një njeri që e duan të gjithë. Pra e duan të gjithë sepse e njohin si profesionist në radhë të parë. Erion Meka? Përpjekjen që ka bërë ai për të arritur deri aty, kjo është një gjë shumë e veçantë për Albanin dhe unë dua ta theksoj dhe ta analizoj sepse Erion Meka? Erioni ka qenë administrator përpara se të vinte në parlament, administrator i plazhit dhe Shkozetit, pra administrator i Bashkisë Durrësit në plazh dhe në Shkozet. Erioni e ka nisur karrierën e tij në Partinë Socialiste në moshë shumë të re, dhe unë e njoh që në 2009 kur Erioni ka qenë vërtet shumë i ri, edhe jepte kontributin në zonën e plazhit, ka qenë koordinator në plazh për shumë kohë dhe vazhdon të jetë koordinator në plazh, duke qenë dhe deputet i kësaj legjislature pasi pra me ndryshimet e reja që ndodhen, ndërsa kolegu Ndraxhi është në mandatin, pra konkuron për mandatin e tretë, në dy mandatet ka qenë nga kolegët më bashkëpunëtor për qarkun e Durrësit, është biznesmen dhe do të thoja që është nga biznesmenët më të nderuar që ne kemi në qark, një njeri i cili jo vetëm ka punuar fort më përpara për të qenë i nderuar në biznes, por tashmë është një nga njerëzit që kur ti ja përmend emrin të paktën në zonën e Shijakut dhe jo vetëm, është nga ato njerëz që i përgjigjet njerëzve në çdo hall dhe në çdo shqetësim që kanë. Pra siç e shikoni, morën frym tani. Morën frym dhe lista pa bërë shumë elozhe për asnjërin. Simpatike.
është një listë që i përfaqëson të gjitha grupet, është një listë që ka një shpërndarje territoriale shumë të mirë, por mbi të gjitha kemi ditur ta hapim derën e Partisë Socialiste për element të cilët i kemi menduar kritik dhe kemi bërë shumë mirë që i kemi përfshirë në listë. Dhe unë ju garantoj për një gjë. Unë me doktor Loerin, tashmë u bë kohë që lëvizim bashkë në qytet dhe nuk mund t'ju shpjegoj dot se sa shumë e mirëpresin, jo vetëm struktura, se rëndësi ka që ne të dalim jashtë strukturës, pra që të ketë një qasje tjetër, sepse nuk mund të kërkosh vetëm mbështetjen e strukturës. Tani qyteti ju ka nevojë të fitohen me zonën gri. Po patjetër. Ata japin fitoren, nëse fiton, nëse kërkon fitoren. Doktor Loerin e kanë mbështetur shumë. Pra, flas për Loerin sepse kemi qenë bashkë dhe do jemi bashkë. Tani kam një pyetje zonja Spaju. U pastrua lista e Durrësit. S'ka më kështu me probleme me drejtësi, me akuzat e opozitës, me spakun. Do të thënë listë më të pastër Durrësi unë s'kam parë ndonjëherë. Shiko, unë do ta mendoja edhe në një këndvështrim tjetër. Ju e konsideroni si pastrim, unë e konsideroja përsëri si një përpjekje shumë të madhe të Partisë Socialiste për të patur një vizion sa më të mirë për vendin. Pra, kur ne themi që janë zgjedhjet e përgjithshme, ne do të themi që cilat janë figurat që përfaqësojnë qytetarët durrësak, cilat janë figurat që përfaqësojnë qasjen ndryshe dhe vizionin ndryshe që ne kemi për vendin në këto 4 vitet e ardhshme. Dhe padyshim ka dhe një moment falënderimi dhe ju përmendni pastrimin, por mos mendoni që unë ndjehem mirë kur ju përmendni pastrimin, sepse në çdo moment ne kemi punuar, edhe kolegët që ju sot përmendni si pastrim të listave kanë dhënë kontribut në Partinë Socialiste. Jo kanë dhënë, po kanë dhënë kontribut, por padyshim që ne luftuam dhe do të vazhdojmë të luftojmë që ne të kemi një drejtësi të pavarur. Dhe nëse ne sot jemi këtu bashkë përballë njëri tjetrit dhe kemi këtë listë, themi që kjo është dhe një përpjekje e vazhdueshme që ka bërë Partia Socialiste me qëndrimin korrekt ndaj një reforme për të cilën ne kemi votuar duke e ditur që do të jetë e dhimbshme. Dhe padyshim që kur themi e dhimbshme, është kjo që thoni ju.